Dita botërore e farmacistëve na kujton rolin thelbësor që farmacisti ka në sistemin shëndetësor, por edhe në jetën e përditshme të pacientit. Tema e sotme që ka qenë edhe një ndër motoja, ka qenë mendo shëndetshëm dhe mendo farmacistin. Pra që edhe një herë ritheksojmë rëndësinë e këshillimit profesional dhe përdorimit racional apo përdorimit të sigurt të barnave, por gjithashtu edhe të promovimit të stilit të shëndetshëm të jetesës. Ne një herë përgjithmonë duhet ta kuptojmë që farmacisti nuk është vetëm shpërndarës i barnave, por një këshilltar i besueshëm për shëndetin, pra që ndihmon në parandalim, trajtim dhe në edukim të shëndetit. Po përveç kësaj, këtu kemi edhe formatet e specializimeve, termet brenda strategjisë, do të kemi edhe termet që barnatoria është institucion shëndetësor dhe nuk është qarkullues me pakicë, sepse për momentin tek licenca valide e barnatorës shkruan qarkullues me pakicë dhe kjo i ndërpren shumë punë tjera të cilën është në dobi të barnatorës. Dhe në këtë rast duhet përmirësohet të bëhet institucion shëndetësor dhe më pastaj në momentin që është institucion shëndetësor, atëherë ne nuk kemi kurfar problemi edhe ta bëjmë matjen e glikemisë, edhe matjen e vitaminave apo dhe të mineraleve. Sfida më e madhe që kemi pasur ka qenë procesi i unifikimit të çmimeve të barnave, në të cilën fillimi nuk ka filluar mirë po me rekomandimet, me një farë komunikimi indirekt, sepse ne nuk kemi pasur takime asnjëherë me ministrin në detyrë, pra ministrin e shëndetësisë në detyrë, mirë po tani ky proces apo komisioni që është për përcaktimin e çmimeve vetëm ka filluar që të reflektojë në mënyrë pozitive.